Mbrëmjen e dieshme Bashkia e Tiranës organizoi koncertin festiv të natës së Krishtlindjes Tinguj dhe Fjalë, duke kthyer sheshin Skënderbej në një skenë të hapur të muzikës klasike, elegancës dhe emocioneve të festës së shenjtë. Në ndërtimin e dirigjentit Armand Broshka, Orkestra Simfonike solli për publikun një program të pasur artistik me vepra nga kompozitorë të mëdhenj, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë të festive në zemër të kryeqytetit. Mbrëmja festive u ndoq nga qytetarë e vizitorë të huaj, të cilët përjetuan një Krishtlindje me muzikë të përzgjedhur në zemër të Tiranës. Nuk mungoi atmosfera festive as në qytete të tjera të Shqipërisë. Mbrëmjen e dieshme për korçarët dhe turistët e shumtë që kishin zgjedhur qytetin më të madh në juglindje të vendit, u mbajtun 2 koncerte. I pari Kitarat e Korçës dhe i dyti me këngëtarët e rinj të qytetit. Të 2 koncertet sollën atmosferë të jashtëzakonshme në pedonalin e qytetit, duke tërhequr vëmendjen jo vetëm të vendasve, por edhe turistëve të shumtë.